Dhe unë besoj që kjo pjesa ma fisnike e jetës Muhamedit. S'ka sen këtë botë më mirë për neve muslimanëve, se sa fakti që pejgamberi jon ka qenë njeri me krejt tiparet e një njeriut. Që si profeti, që i ka krejt tiparet e njeriut, që funksionon komplet si njeri, një jetën e tij të përditshme, e bën profet më të kapshëm, e bën profet më real, e bën profet që ecën nëpër tokë, edhe ai kupton hallat e njerëzve, duke qenë se edhe ai është njeri, edhe njerëzit arrin me i kuptu interpretimet, spjegimet edhe porositë e tij, duke qenë se edhe ai funksionon si njeri. Pjesa më madhështore e profetit ton, e pejgamberit ton është që ai është mrena jetës, që ai është në kufijt e jetës, që ai nuk është mbi jetën, ai nuk është mbi njerëzoren, ai nuk i përket botës melekore ose botës hyjnore. Kjo besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme për besimin tonë edhe për, që e thash më herët, lidhjen tonë me pejgamberin alayhis salam. Natyra e profetit tonë, që kjo natyra njerëzore Muhamedit alayhis salam, flet shumë edhe për natyrën e Islamit. Flet shumë edhe për natyrën e fesë tonë. Islami, feja islame, është një kopje e qenjes njerëzore, ose është kompatibile me qenjen njerëzore. Edhe ka na vjen që ky shpjegim neve. Na besojna që fenë ka zbrit Zoti dhe njeriu e ka kriju i njëjti Zot. Domethënë, feja jon është kompatibile, është e përputhshme, është në vijë me qenjen njerëzore. Domethënë, njëjtën kohë, edhe është kompatibile, edhe e reflekton dritën hyjnore mbi realitetin e jetës dhe të njeriut. Domethënë, në një farforme figurativisht, feja jon zbret në tokë dhe e merr për dorë njeriun edhe mundohet me avancu, po nuk i flet pe distance. Domethënë zbret edhe kupton në plotni realitetin e njeriut. Kurani është liber hyjnor, por njeriu e trajton në mënyrë reale. Është liber që vjen prej Zotit, por njeriu e trajton në mënyrë reale. Nuk i kërkon Kurani njeriu në asnjë moment me dal jashtë natyrës tij njerëzore. Përkundrazi, Kurani e thirr për herë njeriu me met në kufijt e natyrës së tij njerëzore, sepse kështu ka qenë vullneti i Zotit. Në raport me thart e librit, Kurani jon i shejt, i harmonizon, i bën bashk, i integron dy librat shejta para nesh. E bën bashk realitetin e dhjatës të vjetër me idealizmin e dhjatës të re.